Vllaznia Malisheva luhet të ejtën në orën 20 në Loro Boriçi, ndeshja e parë e turit parë të Conference League me ndryshim Shtopinën, ish kapitenin e Vllaznisë dhe ish trajnerin e Vllaznisë. Shtopina, emocionet sa afrohen, po vjen në momentin ndeshjes. Po, gjithmonë këto ndeshjet e Conference League janë emocionuese, qoftë për tifozat, qoftë për ekipin, sepse pritën që Vllaznia me kalu turnet. Por gjithsesi janë ndeshje të vështira, duhet me i vlerësuar në maksimum. Si shikon këtë përballje? Sa avantazh ka Vllaznia? Me na folet. Besoj që Vllaznia i ka mundësi me kalu sepse ka eksperiencë tash në Conference League, Kupën Europiane. Mendoj që duhet me dhënë maksimum me kanë përqendruar në çdo moment, por Vllaznia e shoh një hap përpara kualifikimit. Mendoni që problematika që u shfaq në fundin e sezonit me humbin e titullit mund të ketë ndonjë rënje në aspektin psikologjik? Po, çdo gjë ku nuk shkon mirë, sidomos në futboll, ana psikologjike është shumë e rëndësishme, por besoj që ka kalu kohë tash edhe është harruar ajo. Mendoj që Vllaznia është përgatitur, por duhet ta shohim fush sepse lojtarët që kanë ardhur nuk është se kam një informacion plot problemet, por gjithsesi janë drejtuesat e ato që i dinë më mirë gjërat. Pikërisht për këtë temë, shumë largime, por edhe jo pak afrime. Tekniku Martini është përpjekur ta kolojojë skuadrën, por java fundit duket se po jep një stabilitet edhe tek emrat që do të luajnë nga minuta e parë. Po të them drejtën, janë largu lojtar shumë mirë, por gjithsesi drejtuesat e trajnerit bashkë me presidentin janë ata që i dinë më mirë gjërat edhe janë mendësit klubit, janë munduar me zëvendësu lojtarët, por thash duhet me i pa në fushë sepse ne s'kena informacion plot çfarë lojtar shkon ardh. Por sidoqoftë Vllaznia me këtë që ka duhet patjetër me kalu një turn, sepse është pozitive edhe për klubin edhe për lojtarët. Fakti që luhet ndeshja e parë në Shkodër në Loro Boriçi është pozitive sipas jush? Besoj që po, sepse në ardhin edhe tifoza besoj që do të shtesin ekipin, shihet edhe forca e ekipit, në ndeshjet e parë dhe diçka që kapi një rezultat pastaj për ndeshjen e dytë jemi sa më qetë në anën psikologjike. Shtopina, dhe një fakt interesant është sepse krahas skuadrave në fushë ka edhe një përballje trajnerësh. Edi Martini i Vllaznisë, por rikthehet në Loro Boriçi dhe ish trajneri i Vllaznisë, Tomas Berdaric. Interesante kjo. Po, është një sfidë interesante edhe për trajnerët, sepse janë të dy që kanë drejtuar Vllazninë dhe besoj që do jetë një emocion për të dy, por gjithsesi Berdaric e njeh ambientin shkodran, nuk është se njeh ekipin sepse ekipi është ndryshuar, ka shumë ndryshime në ekip, por gjithsesi tash Vllaznia ka eksperiencë në Kupat e Evropës të vitet e fundit edhe e shoh një hap përpara, por duhet gjithmonë të përqendrohemi me maksimumin. Dhe besoni që turi kalohet nga Vllaznia? Besoj që është shumë i mundshëm edhe me patjetër duhet ta kalojmë, kam besim që kalojmë këtë tur. Dhe për shkuar me te, nëse Vllaznia e kalon turin, kundërshtari i radhës është një ekip skocez. Te turni i dytë pastaj janë gjëra të ndryshme, janë ekipe tjera që janë ekipe shumë fizike dhe është pak më vështirësi, por gjithsesi Vllaznia ka treguar që i ka mundësitë me ecë shumë larg në Conference League, por thash duhet të shohim ekipin që është për momentin. Dhe së fundi, por shumë e rëndësishme në aspektin personal, ndryshim Shtopina sipas informacionit ka një lëvizje në këtë sezon të ri futbollistike, do ta mbyll kapitullin si koordinator dhe si trajner i Akademisë Vllaznia dhe do të jetë në pankinën e Beslidës së Lezhës për krah mikut dhe kolegut tuaj të hershëm Elvis Flori. Po, është e vërtet, gjej rastin falenderoj presidentin Alban Xhaferin për korreksinë dhe për mirësjelljen që ka pas me mua, sepse kam 3 vjet që punoj te ekipi i parë dhe te akademia. Falenderoj gjithashtu edhe drejtorin Alban Hasanin, sepse kena pas një punë të ngushtë bashkë, gjithmonë kena ne bashkë pothuajse shumë kohë. Falenderoj kolegët, punëtorët tanë të akademisë aty, sepse kena kalu mirë. Gjithsesi, kjo është futbolli edhe unë do vazhdoj një sfidë të re, por do ja lë pos prezantimin edhe klubi tjetër që do punoj aty. I kënaqur që i bashkoheni Beslidhjes me këtë projekt të ri? Po besoj që po, sepse aty po punohet, po bëhet një projekt shumë serioz dhe kam marrëdhënie të mira edhe me trajnerin profesor Elvis Florin, sepse gjithmonë a mundu me majt afër dhe duhet me kenë një respektueshëm edhe mirënjohës për njerëzit që trejnë afër. Tifozëria lezhjane është optimiste se tashmë Beslidhja ka synime për të shkuar më lart. Realizoi kalimin në të parën, por objektivi është superiorja. Pak e vështirë, por
E vështirë është, por gjithsesi me punën që po bëhet aty, me seriozitetin, me investimet, po rregullohet edhe stadiumi, fushat e stërvitis janë të mira. Gjithsesi asnjë gjë s'mungon. Thjesht duhet me hi punës seriozisht edhe me punu maksimum ditë natë që me arrit qëllimin që edhe ai qytet ta gëzojnë një Superligën sa më shpejt, sepse këtë vit është edhe një skuadër plus më shumë. Me çfarë komentohet në opinion presidenca e Beslidhjes me familjen Fushaj, presidenti Pierin Fushaj dhe zëvendës presidenti Claudio Fushaj, i cili është më afër skuadrës, po punojnë fort dhe me objektiv kryesor kalimin e superiore. Po, çdo temë presidenca bashkë me drejtorin Maloten, bashkë me për servisin janë ditë natë bashkë në kontakt për të formuar ekipin, edhe besoj që është bërë një punë e mirë. Unë kam pa disa lojtarë që janë afruar dhe janë lojtarë shumë mirë, do i shikoni edhe ju në fushë, që kam besim shumë të problemi që janë bërë. Por duhet me dhënë maksimumin edhe më përqendruar në stërvitje, sepse pas stërvitjet mirë nuk mundesh me arrit gjëshit. Krahas të tjerave, kalimi juaj tek Beslidhja ju bashkon me dy miqësues të afërt, pra me Elvis Plorin që keni një jetë që bashkëpunoni tek Vllaznia, por edhe me Renato Maloten që keni kaluar kohë të arta tek Egnatia. Po, janë dy shokë të mirë që unë i njoh, edhe kena pas marrëdhënie të mira gjithmonë. Me Maloten kam punuar te Egnatia, kam luajtur edhe te Vllaznia, kështu që është diçka që besoj që do bëhet diçka e mirë. Por gjithsesi ne profesionista duhet me punu në fushë, me dhënë maksimumin edhe me realizu objektivin e klubit edhe tifozave të lirë që të kenë edhe ata një skuadër në Superligë. Dhe për ta mbyllur, çfarë bëhet me shtupinat Vezël, dy djemt tuaj futbollistë të cilët kanë vendosur ta çojnë edhe më lart emrin tuaj? Po, tash ata janë fëmijë, në djalin e madh kam të U14 këtë vit. Shpresoj që ai në radhë parë në këshillat e mia që jap sjellët mirë me shokë edhe me profesorët, pastaj pjesa e futbollit e vendosin trajnerët për kohë që janë të akademia, por janë fëmijë dhe shpresoj që të japin maksimumin e të zhvillohen. Nuk e kam mundur asgjë, mundu me dhënë këshilla profesionale. Cili prej tyre është më i avancuar sipas jush? Djali i madh ka disa cilësi të mira, por ka edhe ata defektet e veta, gjë që do përmirësohet me bashkë me grupin e vetë. I madh i quhet Andrit Shtubina. Dhe luan me U14. Po. I vogli? I vogli është të stërvitet me një akademi private, por gjithsesi kur të rritet. Quhet Andres Shtubina. Suksese djemve Shtubina, faleminderit dhe suksese tashmë me angazhimin e ri tek stafi teknik i Beslidhjes. Faleminderit, suksese edhe Vllaznisë edhe Beslidhjes.